unë nuk para jam njeri i keq, në sensin që nuk e çoj asnjëherë shakan deri në fund. Por këtë natë jam sjell kuptohet brenda humorit, brenda shakas, në mënyrë të pamëshirshme me Fevzon. Pse? Fevziu kishte vendosur që të shkonte në Prishtinë. Po. Normalisht Për ditën e pavarësisë. Për ditën e pavarësisë si dorinte Fevziu në Tiranë. Dhe në Tiranë redaksin dhe moderimi kisha vetëm unë, sepse kishte ikë Fevziu, kishte ikë Shkullaku, kishte ikë Berat Buzhala, Andi Bushati, mos gaboj, Batoni ishte atje, kështu me radhë. Atë natë dhe atë ditë ka qenë një ftohtë illatar. Domethënë, ta thoni që shkonte deri në -18. Dhe unë isha kaq i poshtër sa Fevziun e mbaja më gjatë se gjithë tjerët, por ndërkohë Dhe ti vazhdoj bëj pyetje. Vazhdoj bëj pyetje. Ai në fakt nuk e donte këtë. Nuk ikte, ai kishte hallë që tikte, Dhe her pas here më dërgonte Shkullaku një mesazh, po boll. Dhe ti po ndesh këtë dhe kur sepse ne atëherë teknologjikisht nuk ishim kaq shumë zhvilluar dhe gjitha lidhjet do t'i bënim jashtë, nuk futeshim dot brenda, në ambient të brendshëm. Mund të bënim një studio në ambient të brendshëm, por nuk kapnin dot atmosferën dhe këta kanë dalë o te taraca e Grandit ose te sheshi Nën Tereza. Ose burga. Po tjetër. Tani këtu tani jemi tek epoka e re. Jo, nuk është fare e re, sepse kjo është epokë që ka filluar në 94 dhe vazhdon ditë për ditë që quhet radio, por un kam 18 vjet që bëj të njëjtin program në Club FM dhe një nga bashkëpunëtorët e mi më të pandashëm që në vitin 2003 është Edi, i cili është më shumë se bashkëpunëtor, shoku i ngushtë, është Edi Oga. Domethënë kam gjetë, si më thënë, anën tjetër time, domethënë. Alter ego? Diçka e tillë. Dhe ai ka gjetë alter egon e vet, domethënë, sepse jemi enë komunikuese, plotësojmë njëri tjetrin. Nga ato fillimet e para të Salsano Rapit, tek se ti ishin të Edit. Po, jo fillimet e para, dhe deri vonë kanë qenë. Po, dhe vijoj, po, këtë drejt. Pse s'vazhdon me ai? Tani ti do të thosh të pyet Edin. Me që jeni kështu janë komunikuese, mund të pyes ty. Jo, vazhdon, ai shkruan një pjesë e mirë e filmave të suksesshëm që po jepen kinema, janë me skenarët e tij, për shembull Kazerma është e shkruar prej tij dhe Turianit. Ka shkruajt shumë në Portokalli, ka shkruajt shumë në Klanifornia, nëse të kujtohet, Klanifornia goxha më tepër. Dhe tani bën komedianin, bën stand-up komedi. Ka shkruajt po i bën vet ato të teksteve i bën vet. Ka një logjik tjetër, por nuk është e vërtet që nuk vazhdon, ndonjëherë shkruan akoma për Salsano. Domethënë kur ja kërkon Salsano veçanërisht, por jo vetëm ai, por edhe plot tjerë, domethënë. Domethënë është aktiv, shkruan për ditë, nuk është se është tërhequr nga kjo punë. Kur do ta mbyllësh radion? Ndiqet radio më? Radio ka një audiencë në makinë. Në makinë dhe jo vetëm, sepse tani teknologjia ka ecë shumë përpara. Ka një audiencë absolute. Ne që dalim televizor, dalim se na paguhen më mirë se radio, po. Te radio shikohet më shumë, ndiqet më shumë? Patjetër. Në makinë gjithmonë? Në makinë ku tjetër? Tani. Ku? Ja, do të them unë ty një gjë që ti e bën për ditë edhe më thua në makinë. Po pse ti kur del nga liçeni, ku e ndjek radion? Ai je me kufje me vete. Jo, nuk i mbaj kufjes ato e di që më dëmtojnë te veshët, po në makinë ndjek, patjetër. Domethënë ne ndjekim makinë, e ndjekim me kufje kur ecim dhe këmbësorët në biciklistët e tjerë. Dhe ti thuaj që ndiqet më shumë radio se televizioni? Është shumë e thjeshtë. Audiencat tani nuk punojnë më me përqindje. Kjo është përmbysur. Këtë e ka zbuluar për herë të parë në Shqipëri Batona Xhiu. Punohet me Batona Xhiu e zbuloi. Tani do ta marrë çik me rezervë. Se artikuloi për herë të parë, pra punohet me aparate të ndezura televizori. Dhe aparatet e ndezura televizorit, jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën, po fillojnë të ulen. Pra ti mund ta kesh audiencën 67%, 80%, por numrin e shikuesve e ke më të vogël se përpara 10 vjetësh. Ndërsa radio
po pëson një rindezje fal teknologjisë, sepse tani radion e ke në telefon, e ke në kompjuterin e PC-n e zyrës, dhe e ke përveç makinës, e ke kudo. Ti tani që ka internet, ne ndiqemi kudo, në çdo vend të botës, në kohë reale. Unë ndiqem në Kinë, në Gjermani, në Australi, kështu me radhë, sepse aplikacionet e radiove janë bërë virale. Falë Zotit, vetëm në Shqipëri mendojnë që radio nuk ndiqet, dhe kështu që këta të vërtetët nuk janë fut në radio, edhe se përtojnë, janë bërë qikë edhe më dembel. Ndërsa unë vazhdoj bëj radio për ditë. Foto tjetër? Tani këtu ABC mëngjesit, unë them me pokere ti do ma edhe shposhtë mua, po kjo është e fundit e jote, me e reja, që është e vjetër. Po pse më thoni është e fundit? Po jo, kjo është ajo që je gja, je aktualisht. Po unë kam bërë emision mëngjesi në çdo televizion. Gjithë jetën time. Po jo pra, po këtu është ajo që je duke bërë aktualisht. Okej. E pra, këtë më po them. Po edhe kjo është e vjetër, them. Sa vjet ke nëse mëngjesi këtu në ABC, u bë 4 vjet? Në ABC u bë, jo, shumë më tepër. Më shumë. Unë kam shku në ABC, do të jem tek viti i 6 ose i 7. Kam përshtypjen. Sepse ky është një program i cili është një format anglez, dhe këtë si format për hir të vërtetës unë nuk e kam ndërtu vetëm, e kam ndërtu me Andi Bejten. Me Andi Bejten? Po, por e ndërtuam në funksion të Euronewsit. Ne do ta bënim këtë program në Euronews. Do ta bënim në Euronews? Dhe e bëm, unë isha i kontraktuar nga Euronewsi, domethënë kisha mbyllur kontratat e gjitha të tjera, dhe aty pastaj zbuluam që nuk mund të bënim gjëra të gjata, biseda të gjata mbi 10 minuta, mbi 12 minuta, ku e di unë erdhën ca nga Franca, nga Lioni, që na thonin 4 minuta kjo, 3 minuta ajo, 2 minuta kjo. Pra nuk bëhej ky program. Sepse ata arritën me to teoritë që për shembull dhe kryeministri, nëse vjen te programi jot, nuk mund të rri më tepër se 14 minuta. Imagjino Ramon ti atë i thoshe minutë 14 kaq. Thashë unë edhe e pash që nuk kisha mundësi ta elaboroj. Hiku dhe Bejtja nga Euronewsi, dhe unë nuk e pata shumë të vështirë të jepja dorëheqjen. Dhe hika, pavarësisht se mendoj që drejtuesi, domethënë ky Teo Çami, drejtuesi është një nga njerëzit më të mirë që ka media në Shqipëri. Është një drejtues i jashtëzakonshëm. Por e pash që s'kisha vënd, nuk futesha unë dot tek formati i atij televizioni. Pavarësisht se ai televizion tani pak a shumë është bërë se gjithë tjerët, por në atë kohë ishte e pamundur, kështu që qëlloi kjo që ABC-ja ndroi pronësinë edhe më kontraktuan tamam për të bërë emision në mëngjes. Nuk e kam filluar direkt kështu. Kam pas një studio për muaj të tërë, thjesht isha unë, lexoja gazetat dhe bëja ndonjë intervistë, por pastaj dola në këtë format dhe kam përshtypjen se jemi goxha të ndjekur. Tani të qeshur më të madhe se ke qeshur disa herë dhe janë bërë virale të qeshurat e tua. Qeshur më të madhe ke kur ka bërë një ngatresë emra kjo vajza apo me atë Dalipin? Ky është momenti i Dalipit. I Dalipit është ky? Po. Çfarë thua? Ky është momenti. Ku është Dalipi? Është në krahun ton sepse është me tabelë dhe po na tregon etimologjinë e fjalës Elbasan. Elbasan. Tu ke qesh me Elbasan. Dhe shikoj Edin që është nxirr. Edhe flaku letrën? Po. Është nxirr sepse është nga Elbasani. Që Elbasan tha. Dhe unë nuk po qesh me Dalipin, unë po qesh me Edin. Po ajo goca? Edhe ajo është. Edhe ajo. Pjesa jonë. Po Qelbasan? Qelbasan. Ti e ftove atë? Besoj se po, ose redaksia. Nga i moment pasaj e ftove më? Patjetër. Po si e ftove me pasi tha Qelbasan? Se zakonisht për këto... Jo, ky është një emision që tregon Shqipërinë. Dhe Shqipëria është kjo. Në qoftë se ne duam që
ta fshejmë Shqipërinë, bëjmë gjëra të tjera, por këtë punë ka filluar ta bëj shumë mirë qeveria. Pra, nëse do të tregosh Shqipërinë është kjo. Gjëja e vetme që ne bëjmë është që ne her pas here kemi guximin intelektual të qeshim me Shqipërinë. Në qoftë se do më duhej në një gjë tjetër, kuptohet aty vinë dhe historian, vinë dhe njerëz të fushave të ndryshme, ne mundohemi të trajtojmë gjithë ashtu siç janë. Nuk fyejmë njëri, lejmë gjithëve hapësirën e vet, por ka raste që Shqipëria na bë me qesh. Dhe të bë shumë me qesh Shqipëria. Sa ke qesh aty më burr? Po ishte e papritur, domethënë ishte e papritur. Se prisje ti. Nuk e prisja. Ka aktorin që ka. Të betohem jo. Ne nuk të paktën ne të tre që jemi aty, ne nuk aktorojmë në asnjë moment. Po për fjalë nuk di të aktorojmë. Se për Elbasanin e Edit e pyetët, po për Çamrinë e pyetët? Duhet ta kemi pyet me siguri. Nga dilte Çamria? Ja, ata e kanë kollaj, ata thon lumit ja me kështu. Me lumin. Okej, foto tjetër. E kemi tani, Keli, mua më ke befasuar personalisht në jo në drejtimin spektakle, por në drejtimin aq profesional sa ka qenë me festivalet. Sepse, një spektakl ka ato shpengimet, po festivali ka tjetër përgjësi dhe formati yt, po them nga më të mirët. Prima nuk bëm në i çudit madhe ne, po në radh parë një këtë gocën unë habitem Ornelën. Habitem se si e lën akoma në Spanjë. Ku e lën në Spanjë? Po, ajo jeton në Madrid, mos gaboj. Kjo duhet marrë urgjentisht në televizione, sepse një prezantuese të kësaj përmase Shqipëria nuk e ka, për fat keq, akoma. A që vlerëson? Është e jashtëzakonshme. Po pse, domethënë është rregjur, ka qenë diku. Ajo sheh jetën e vet personale, nuk është se është e dështuar në jetën e saj familjare, por televizionet të cilët bëjnë spektakël, pra prodhojnë spektakël, nuk mund ta lënë atë gocën atje. Se nuk janë. Po që s'ka më të mirë se ajo, grua, nuk vajzë. Nuk them që nuk ka më të mirë, mund të them që është një personalitet që nuk mund të rri larg ekranit. Domethënë, ka disa personalitete gra, të cilat unë i shoh me një respekt të jashtëzakonshëm. Domethënë, që kam edhe njerëz të tjerë përveç Ornelës që i çmoj shumë në ekran. Ne bëm një gjë fare të thjeshtë, domethënë këtu kjo është, është merite imja, është merite e Ornelës padyshim, është merite mbi gjitha e vajzave që organizuan spektakl. Sepse ne e kthyem televizionin, pra festivalin e kthyem disa vite mbas. Pra e kthyem në traditën e vet. Po, në shtratën e vet. Ne nuk bëm asnjë gjë të jashtëzakonshme. Ne thjesht. Ky është suksesi? Po ky është suksesi, sepse nuk mund të bësh çdo lloj eksperiment. Bërin Sanremo si vjet këtë? Sanremo vazhdon të jetë në traditë. Po, si vjet sikur e kishe kthyer këtë qytet. Edhe si vjet, edhe vitin që shkoi, po flas to kota fund. Jam një ndjekës i vjetër i Sanremos, domethënë që para viteve 90. Unë të paktën finale nuk e humb asnjëherë. Këta kanë guximin që të pranojnë që ne italianët jemi kështu. Dhe ne patëm guximin që të pranonim që ne shqiptarët jemi kështu. Ky është spektakli që shqiptarëve u pëlqen, sepse e kanë organik, nuk është se ka nevojë për një shpikje të madhe. Padyshim i pëlqejnë edhe këto gjërat e tyre që shohin. Por festivalin e këngës e duam kështu. Koncertin e vitit 3 e duan i këngë i sketch. Nuk duhet. Po nuk duhet me i bë shpikje. Do tradita vazhdon. Traditën, ai është rritur me atë televizion. Sa më pëlqeu mua Anda Mendolendo e kthyen këta në Sanremo. 89, e di sa më ka pëlqyer. Apo i maski të Gjana Naninit, apo kë Tullio Depiskop. Edhe ne këtu kemi bërë të njëjtat gjëra. Po pra, do ti thua ky është suksesi. Ky është suksesi.